Ju të rejqë vëmendjen uluni në vend. Ju të rejqë vëmendjen uluni në vend. Kur do arriti marrë punë teatr dhe retorikë spektakolare që ta bëjnë. Kur do marrë punë? Jemi në pritje. Për sot keni vërejtje në bazë të nenit 64. Uluni në vend. Uluni në vend. Uluni në vend. Zoti im që do prisni përgjigjen, ju lutem. Përgjigjen. Nga ky kraj sallës shpesh dëgjojmë debate të zjarrta, britshma dhe retorikë spektakolare. Por politika nuk është as spektakël dhe as teatr, siç disa prej këtyre kolegëve tanë zgjedhin ta kthejnë këtu sapo hyn doktori në këtë sallë. Më pas bashkë me doktorin ikin edhe këta, sepse me sa duket mosha bën vetën edhe s'mund t'i rezistojnë gjatë gjithë ditës pa një sy gjumë. Politika është përgjegjësi dhe vendime që sjellin rezultate konkrete për qytetarët. Ndërkohë që disa nga këta i shohin këto nisma si terren për debat bosh dhe retorik politike, ne nga ky krau tjetër tregojmë se politika nuk është thjesht fjalë në këtë sallë, por punë konkrete dhe vendime me ndikim real. Ne nuk jemi këtu për të bërë show, të nderuar kolegë. Përgjigjen për ato çfarë ngritët për të treja pikët, atëherë në lidhje me pikën e parë, në bazë të ligjit organik të Këshillit të Ministrave dhe bazuar në një praktikë të konsoliduar të Parlamentit Shqiptar, mund të delegohet, ministri ja dërgon ministrit për marrëdhënien me Parlamentin. Kjo është praktika e konsoliduar e Parlamentit Shqiptar. Në lidhje me ankesën që ju keni i nderuar deputet, në bazë të rregullores, ju lutem, ju kam të rreqë vëmendjen, uluni në vend. Ju lutem, uluni zotri deputet, uluni dhe mos fyeni, sepse do të kaloj në shkallën tjetër të tërheqjes vëmendjes. Uluni në vend, ju lutem. Zoti im që i përsëri me ju, në bazë të rregullores, po ju rikujtoj rregulloren, nuk ka replik në replik. Megjithatë, uluni që të mbajmë qetësi. A ka mundësi të uleni në vend që mos ta prishim seancën plenare? Atëherë, uluni në vend. Uluni në vend. Ulu në vend. Minuta pushim. Të shalë si keni fjallën në pas listës diskutanve. Ju lutem uluni. Vazhdoni zoti Berisha, keni drejt në replikës, shkelim rregulloren. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, guximtarë dhe guximtarë që me datën 10 do të fshini të keqen banale. Me lejoni t'ja u rikujtoj pak se kush është parafolsi. Me datën 10/2/2020, target, ky është counterparti ti, informon pinin AM5P80 se kishin rënë dakord me styre që të mos i kërkonin kriminalit Tao as një tender publik, as një favor të tjetër përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkojnë. Ky mesazh ju përcol kriminalit Tao dhe i dhan afat deri në dhjetor. Kriminali Tao ju përgjigj kësaj.
A garantoni që të gjitha ato njerëz që do votojnë për ne nëse vendosim në lista ata që thoni ju në burg? Përgjigja ishte, po, ne garantojmë këtë. Më pas kriminali Tao tha, ata shkojnë në burg këtë vit. Kriminali Tao është implikuar në afera tjera të rënda me kunatën e Fate Velos, një farë Eriona Daupaj. Eriona Daupaj, ja ku i kam këtu në rur miq, thot, Daupaj, do të arqoj për sekuestro, se do t'i bëj nder Taos, kriminali Tao. Prisni se ka tjera prap. Ju lutem, se janë shumë të rëndësishme këto për kriminalin Tao. Këto ditë po më pyet, do jetë prap Balla apo do jesh ti? Vladi, okej se flasun me Ballën, ja tregoj unë ati. Në gjoni tani, në gjoni. Ka shumë ky. Ja ky. Ulluni, Zoti Berisha, Zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoti Shalsi keni fjalën, ju lutem, Zoti Berisha. Zoti Berisha, lëroni foltoren për Zotin Shalsi. Zoti Shalsi keni fjalën. Zoja Topalli, po nuk keni kërkuar fjalën. Po nuk kam fjalë, nuk e keni emrin këtu. Ju lutem, Zoja Topalli, po si mund ta prishni seancën, e kuptoni çfarë jeni duke bërë apo jo? Ishte seanca në zhvillimin më të rregullt të mundshëm. Kujtoheni dhe vini dhe prishni seancën, po nuk e kam emrin këtu. Ju lutem, Zoja Topalli, kërkoni fjalën dhe me njëherë, po e kam deklaruar Zotin Shalsi, mbas Zotin Shalsi do keni fjalën. Shiko edhe njerë, në bazë të rregullores, po e kam thirrur 3 herë Zotin Shalsi për fjalën. E keni kërkuar më pas, ju lutem uluni. Zoja Topalli. Po pse duhet me kaq insistim të shkelim rregulloren? Vazhdoni merreni fjalën për replikë. Zoj, nuk kam mikrofon. E para duhet të them që për të pas një seancë plenare normale, vetmja mënyrë për ta realizuar është për të zbatuar rregulloren. Tashti po kthej përgjigje para folsit. Është e njohur publike që unë në 21-shin kam kriju një lëvizje. Unë ishe një vit përpara nënkryetare e Partisë Demokratike dhe vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri të cilin ju e kontrolloshit në çdo lëvizje dhe e majmoshit her mas here atë e familjen e tij. Nuk të kam taku kur një jetën time, po ke taku Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Pranoj merre me vete atë dhe mos ma drejto mua. Dakor? Sigurisht që ka qenë vështirë për mu, por koha më ka lanë të drejtë dhe unë sot jam më krenare se kur të thush të vërtetën kur të tjerë tojnë të kundërtën. E dyta, për zgjedhjet në Shqipëri ke një raport të OSB-s që thot shumë gjëra, si është përdor administrata, si është përdor paraja, si janë dhënë bonuse, si janë bërë, toka, tendera, para, pensione e tjerë. Por ka një frazë
që është fraza më e rëndë të cilën ju nuk e përmendni asnjëherë. Dhe thotë se në Shqipëri ndodh ajo që nuk ndodh kërkun tjetër. Vija ndarse midis pushtetit dhe partisë nuk ekziston më. Imagjinoni çka keni ba ju dhe shok tuj në diasporë, që nuk ja keni qua zarfin, që e keni shpërnda vetë zarfin, që thatë që do merrni DHL-n, por në fakt ja dha të tjerëve, që shkove vetë zotëria jote në Greqi së bashku me të gjithë kryetarët e bashkive, drejtorëve, administratën, duke i kërcënu me familjen e tyre, me motrat e vëllezërve të tyre që du hiqnin bukën e gojës nëse diaspora nuk do jepte atyre votën. Është fjallia fundit. Ta kam thënë edhe një herë, nuk e kam me ju, e kam me të gjithë në fakt. Në Bielorusi zgjedhjet fitohen me 70%. Putini i fiton zgjedhjet me 75%. Në Shqipëri, Edi Rama i ka marrë me 90%. Kaq. Fjalën e ka zoti Shalsi, të përgatitet zoti Boçi.